Rritja e çmimit të naftës në tregjen ndërkombëtare pas konfliktit në lindjen e mesme pritet që brenda 3 apo 4 ditëve të reflektohet në tregun vendas me shtrejtim prej 15 deri 20 lekë për litër. Pas rritjes së çmimeve në bursat globale, pritet që të ketë efekte edhe në tarifat e transportit të madrave. Si importuesit e naftës, ashtu edhe kompanitë e transportit nga vendet e rajonit dhe Europa drejt Shqipërisë me rrugët toksore raportojnë furnizime me çmime deri në 10% më të larta. Përfaqësues të shoqatës së hidrokarburave thanë për Monitor se ditët menjëherë pas sulmit janë furnizuar me naftë me çmim $900 për ton, nga $740 për ton që ishte më parë. Aktualisht në pikat e karburanteve çmimi i shitjes së naftës është 170 deri në 175 lekë për litër dhe pritet të arrijë 185 deri në 190 lekë për litër. Përfaqësues të shoqatës paralajmërojnë se në rast të zgjerimit të hartës së sulmeve ose përfshirjes së tyre në Hamas, çmimet e naftës në bursë mund të arrijnë deri në $110 për fuqi, duke ndikuar menjëherë edhe në çmimin për konsumatorin vendas. Shtrejtimi i karburantit pritet gjithashtu të ndikojë tek tarifat e transportit të madrave, pasi shpenzimet për naftë përbëjnë një pjesë më të madhe të kostove në këtë sektor, por me çmime më të larta deri 10% në furnizimet e naftës po përballen edhe kompanitë e transportit të madrave tregtare.